Përshëndetje e dashur, po të tregoj disa nga sekretet e mia për hapjen e petës me vaj. Nuk ka rëndësi se çfarë marke mielli përdor, rëndësi ka që mielli të ketë përqindje të lartë proteine, po sa 11% deri në 15%. Dhe kjo është e shkruar gjithmonë mbrapa pakos së miellit. Shikoni me kujdes kur ta blini. Brumi për këtë lloj pete zihet gjithmonë pak më i ngurtë dhe punohet mirë. Petët hapen sa plëmba e dorës, lyhen me vaj dhe i lëm të pushojnë 5 deri në 7 minuta para se të fillojmë dhe t'i hapim. Brumin unë e zë si zakonisht për byrek, miell, pak krip, një lugë uthull, vaj ulliri dhe ujë të vakët, dhe për lyerjen e petës përdor gjithmonë vaj ulliri, asnjëherë vaj vegetal apo margarinë. Kjo lloj pete del e shkrifët dhe byreku nuk përfundon asnjëherë me shumë yndyr apo brum. Nëse keni pyetje të tjera rreth kësaj recete, ju lutem më shkruani te komentet.